Rruga që lidh lagjen Dunavat me pjesën tjetër të qytetit të Gurët është aktualisht pjesë e një studimi dhe rikthimi i saj në identitet do të përballohet nga Bashkia e Qytetit. Ky lajm është konfirmuar nga kreu i Bashkisë Bimi, i cili tha për mediat se dëmi në këtë segment është i konsiderueshëm, por megjithatë Bashkia e Qytetit do të marrë përsipër çdo kosto për t'ia kthyer atë qytetarëve. Tashti unë nëpërmjet jush besoj se e kam dhënë informimin e parë për qytetarët e lagjes Dunavat. Edhe Manalat se është pjesë lise për rrëshqitjen që ka ndodhur dhe për ndërprerjen e transportit urban ose transportit publik në lagjen Dunavat i parë dhe i dytë. Kështu që ne jemi marrë gjatë kësaj periudhe me gjithë procedurat e duhura teknike, mbas verifikimit të saj kemi thirrur shërbimin kombëtar të gjeologjisë dhe ata kanë ardhur në Bashkinë e Gjirokastrës, njëkohësisht kanë vizituar vendin dhe kanë bërë gjithë eksperimentet e duhura. Tash jemi në fazën që ne presim shumë shpejt, këto ditë, besoj se ndoshta edhe nesër dhe pas nesër, do të vijë materiali që ka përgatitur shërbimi kombëtar gjeologjik, dhe mbas këtij Bashkia e Gjirokastrës ka pronotuar përsëri specialistët që janë inxhinierët që do të hartojnë projektin. Mbas hartimit të projektit ne kemi të gjitha mundësitë, duke gjetë rastin përsëri të falenderoj pamas qytetarët dhe biznesin e Gjirokastrës për kulturën e vet, po edhe për përmbushjen e detyrave për pagimin e taksave. Bashkia e Gjirokastrës e ka mundësinë financiare për të vënë fondin nga ana e Këshillit, kuptohet, dhe pastaj për të filluar procedurat e prokurimit, sepse është një procedurë janë fonde publike. Kështu që ne shpresojmë që para datës 23, jo tjetë për datën 23, përmenda datën 23, sepse ka shumë jo për fushat, jo për kështu, kjo është një punë normale e Bashkisë Gjirokastrës. Është një punë normale që, siç u thash, dhe ne do të vazhdojmë të prezantojmë, pavarësisht nga prezantimi i këtij segmentit vogël në raport me punën e madhe dhe me fondet e mëdha që janë rreth $1 milion janë në investimet e Bashkisë Gjirokastrës. Rruga e Dunavatit ka rënë të rësisht në një gjatësi prej 30 metra lineare dhe gjerësi deri në 2 metra, ndërkohë që këmbësorët kalojnë në 2 metrshin e ngelur nga rruga e padëmtuar ende. Shirat e rënë përgjatë ditëve të fundit, të cilat kanë qenë të një intensiteti të jashtëzakonshëm, kanë bërë punën e tyre, duke çarë galerinë në rrugë dhe krijuar shtresa të paqëndrueshme si pasojë e ujrave dhe tubove të ujit të pishëm që shërbejnë për furnizimin e banorëve të dy lagjeve malore të Gjirokastrës. Gjithsesi, rikthimi i motit të mirë shpreson të nisin punimet në këtë segment.